Kjo pasaport duhet të ndryshojë. Dhe në këtë pasaport duhet shtohet diçka themelore. Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. European Union, Republic of Albania. Për t'ju dhënë pasaportën e BE-s, na duhet jo thjesht një mandat i 4, por një mandat më i fortë se të 3 mandatet e deri sot. Prandaj kush e do pasaportën e BE-s ka vetëm një mundësi dhe vetëm një rrugë të bashkohet dhe me votën e bashkuar të na jap këtë mundësi që të pajisim çdo shqiptar dhe çdo shqiptare me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade.